një komisioner I cili punonte në ditën e zgjedhjeve këtu në shkollën Shah në fshatin Jablanic, është ndaluar për 4 tetor me vendim të kryeprokurorit të prokurisë themelore në Prizren Petrit Kryeziu. Kryeziu në një prononcim për Kallcopicom tregoi se komisioneri I ndaluar për 48 orë dyshohet se ka keq përdorur pozitin e tij duke azësuar 16 votime. Kryeziu tregoi detaje se 16 votime mungojnë në këtë shkollë, megjithatë në vendin e ngjarjes edhe pse është mbyllur tashmë qendra votimit pas orës 7, gjendet prokuroria e rastit, po ashtu edhe policia. Unë veç Shtati Jablanic deri tash. Janë 2 persona dyshuar, po njëri arrestuar është komisioner. Është I dyshuar, mirë po komisioneri është I arrestuar. Edhe kemi nxjerrë vendim për ndalim 48 orësh. Kodër detyrave të tij zyrtare, ai ka keq përdorur duke asgjësuar dokumente për ka 6 votime, nga 16 votime mungojnë atë shkollë. Prokurori do ta lë aty që me vërtetua kanë hyrë në atë shkollë apo kanë dalë jashtë tash shohim. Po këto janë dyshimet e para. Megjithatë ne erdhëm këtu në shkollën Shah dhe tentuam të flasim edhe me drejtorin e shkollës, I cili është menaxher për këtë ditë. Megjithatë ai nuk pranoi të flasë me arsyetimin se nuk e din gjuhën shqipe, po e din vetëm gjuhën bosnjake.